Më pak se një muaj pas takimit në Bruksel të 27 shkurtit 2023, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan me 18 mars 2023 në Ohër të Maqedonisë së Veriut për të negociuar planin e implementimit për marrëveshjen e Brukselit. Po me lehtësimin e BE-s u finalizua aneksi i cili u bë pjesë integrale e marrëveshjes bazë të Brukselit, ku përcaktua se Kosova dhe Serbia do të angazhohen plotësisht për t'i respektuar dhe zbatuar të gjitha nenet e marrëveshjes dhe planit të implementimit. Sipas dokumentit, zbatimi i marrëveshjes dhe aneksit do të jetë kushti i proceseve përkatëse të anëtarësimit të Kosovës dhe Serbisë në BE. U definua se për Serbinë do të fillojë procesi për amandamentimin e kapitullit 35 për përfshirjen e obligimeve që dalin nga kjo marrëveshje. Po ashtu, grupi special punues do bëjë ndryshimet e nevojshme për të reflektuar obligimet për Kosovën që dalin nga kjo marrëveshje. Palët u dakorduan po ashtu të miratojnë deklaratën për personat e zhdukur. Edhe në aneksin e zbatimit ritheksohet obligimi i Kosovës për të vendosur një nivel të vetë menaxhimit për komunitetin serb në Kosovë, sipas përshkrimit në pikën 7 të marrëveshjes, në përputhje me marrëveshjet paraprake në kuadër të dialogut, ashtu siç përcaktohet nga lehtësuesi i dialogut BE-ja. Palët gjithashtu bien dakord të krijojë një komision të përbashkët monitorimi të kryesuar nga BE-ja brenda 30 ditëve, i cili do mbikëqyr implementimin e plotë të saj. Në aneksin e zbatimit ritheksohet se për të zbatuar nenën 9 të marrëveshjes bazë, BE-ja do organizojë një konferencë donatorësh brenda 150 ditëve për të krijuar një paketë të ndihme investimi dhe financimi për Kosovën dhe Serbinë. Aneksi potencon faktin që Kosova dhe Serbia pajtohen që të mos bllokojnë zbatimin e asnjërit prej neneve. Nenet do të implementohen në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri dhe se rënditja paragrafëve nuk cënon agjendën e zbatimit të tyre. Për t'i kufizuar palët e tjera ndërkombëtare të involvohen në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, përfaqësuesi i BE-s u kërkoi palëve që të pajtohen se të gjitha diskutimet për implementimin e marrëveshjes do të zhvillohen vetëm në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Me gjithë përpjekjet në takimin e Ohrit dhe gatishmërisë së Kosovës për ta nënshkruar, marrëveshjet nuk u nënshkruan nga ana e Serbisë. Për ta shpëtuar marrëveshjen, shefi i diplomacisë së jashtme të BE-s, Josep Borrell, deklaroi se Kosova dhe Serbia kanë rënë dakord për aneksin e zbatimit dhe se kjo marrëveshje është obligative për dy palët në rrugën e tyre respektive drejt Bashkimit Evropian. Si rrjedhoi, BE-ja vendosi këtë marrëveshje në konkluzat e Këshillit të BE-s si obligime të veçanta për Kosovën dhe Serbinë. Megjithatë, mos nënshkrimi dhe mos angazhimi ndaj marrëveshjes ka zvogëluar besimin e gjerë në të, përfshirë edhe shumë aktorëve evropian dhe si e tillë paraqet sfidën kryesore për zbatimin e saj. Më tutje, qeveria e Serbisë përmes një letre zyrtare kishte njoftuar BE-n për tërheqjen e saj për ta njohur natyrën obligative të marrëveshjes dhe kontestuar elementet kryesore të vetë dokumentit, përfshirë njohjen e sovranitetit, integritetit territorial dhe shumë elemente të tjera. Pavarësisht sfidave dhe kontestimeve, marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i zbatimit të saj mbeten agjenda kyçe e BE-s dhe perëndimit për Kosovën dhe Serbinë dhe procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes tyre.